Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Qeveria e Maqedonisë së Veriut paralajmëroi masa për luftë kundër varfërisë tek familjet me 3 ose më shumë fëmijë. Pas inaugurimit të ambienteve të rinovuara të klinikës së ginekologjisë dhe obstetrisë në Spitalin Shtetëror, kryeministri tha se synon politika pro jetës dhe për lindjen e sa më shumë fëmijëve. Për të ulur varfërinë në këto familje, kryeministri Istria Mickovski inkurajoi komunat të vazhdojnë me projektin për heqjen e disa detyrimeve. Ne si qeveri do të fillojmë të zbatojmë timin e taksave për nënat me fëmijën e parë, të dytë dhe të tretë plus për çdo fëmijë të lindur më tej, deklaroi kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Istria Mickovski. Kryetaria e Partisë Liberal Demokratike në Maqedoninë e Veriut, deputetja e Kuvendit Monika Zajkova, reagoi ashpër ndaj mënyrës se si po miratohet ligjëri për Këshillin Gjyqësor. Ajo paralajmëroi se reformat e përshpejtuara nuk mund të rikthejnë besimin në gjyqësor. Sipas Zajkovës, ligji propozuar nuk sjell përparim të vërtetë në procesin e përzgjedhjes së anëtarëve të Këshillit Gjyqësor, pasi vendimi përfundimtar i takon sërish Komisionit Parlamentar të Përzgjedhjes dhe Emërimeve. Edhe pse Ministria e Drejtësisë pretendon se ligji shtrëngon kriteret për përzgjedhjen e anëtarëve, Zajkova theksoi se problemi kryesor mbetet ndikimi politik në gjyqësor. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ulet çmimi për ngrohjen në Prishtinë dhe Gjakov, pas mbledhjes së zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike, kryetari i bordit të kësaj zyre, Ymer Feyzullau, deklaroi uljen me rreth 4% të tarifave për ata që ngrohen nga termokosi në Prishtinë dhe rreth 5% tarifa e ngrohjes në Gjakov. Krahas asaj, thirrja për qytetarët është të kursehet konsumi i energjisë elektrike. Zyra e rregullatorit të energjisë elektrike miratoi dhe të hyrat e lejuara maksimale për termokosin. Në ditën e veteranëve, organizatat UÇK-s kërkojnë nga qeveria miratimin e ligjit për vlerat e luftës. Pas omazheve në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz, Hysni Gucati listoi probleme që ende ka kjo kategori me institucione shtetërore në Kosovë. Ne sot si veteran nuk e ndijmë veten as lirë para arsye se ende kemi problem me institucionet tona ku ligji për vlerat e luftës nuk është bërë ende. Ndërsa nuk munguan dhe kritikat për mbajtjen padrejtësisht në paraburgim të ish-krerëve të UÇK-s Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi. Këtë fesë e fësojmë sot e kemi të mangë për arsye se ne i kemi njerëzit të cilët kanë ndëjsh luftën po që një në qendet e paraburgimit në Denak, ku kjo fesë një sot është e mangë pa ata njerëz të cilët diftuan për vendin tonë. Kështu që unë në emrin tim dhe në emrin gjithë punështorëve këtu do t'ia uroj ditën e veteranit mas pari familjes të dëshmorëve, invalidëve dhe veteranëve të ushtrisë së Kosovës. Në ditën e veteranit, presidentja nënvizoi se në këtë moment dëshmohet se liria nuk dhurohet, por fitohet me guxim dhe sakrificë. Vyse Osmani apelon për ulje me respekt të thellë para burrave dhe grave që u ngritën kur liria ishte vetëm një ëndër. Ata u bën buroje popullit, zëja dheu dhe shpresë në kohën më të errët. Veteranët e UÇK-s janë dëshmia se liria nuk dhurohet, por fitohet me guxim dhe sakrificë, shkruan presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.